Atëherë faleminderit shumë për pjesëmarrjen në këtë konferencë të parë të Lidhjes Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Më lejoni që sonte radhë parë shpreh mirënjohjen tonë të thellë të Lidhjes Demokratike të Kosovës për qytetarët e Republikës Kosovës. Kosova foli sot qartë. Qytetarët tonë folën me votë, folën lirshëm, folën qetë, demokratikisht, edhe në një rajon që njeh shumë tensione zgjedhore, Republika e Kosovës dëshmoi edhe një herë pjekuri demokratike. Për këtë meritoni falënderim dashur qytetar, që me pjesëmarrjen tuaj, me sjelljen tuaj, bët këtë ditë një festë të demokracisë Kosovës. Një falënderim shumë të veçantë dua t'i shprehi dhe institucioneve përgjegjëse për mbajtjen e procesit zgjedhor, radhë parë Komisioni Qendror Zgjedhjeve, administratën zgjedhore, Policinë e Kosovës, komisionerët, vëzhguesit dhe gjithë ata që kontribuan që qytetarët tanë të ushtrojnë drejtën e tyre demokratike në rend qetësi dhe me siguri. Demokracia e Kosovës forcohet pikërisht në ditë si kjo, ditë zgjedhore, kur vullneti qytetar respektohet dhe institucionet funksionojnë. Po në veçanti, duhet t'i falenderoj mbështetësit dhe votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Secilin qytetar që besoi tek ne, që na dha mbështetje, që gjatë këtyre javëve na hapi derën, na dha dorën, na dha zemrën dhe mbi gjitha na dha besimin. Ky rezultat i sotëm është reflektim i një bashkimi të madh, njerëzor e politik. Është rezultati i një fryme të re që e kemi ndërtuar së bashku e Vjosa Osmanin. Është rezultati i punës së jashtëzakonshme dhe të palodhshme poshtë strukturave tona, të kryetarëve degëve, aktivistëve, grave, trinjve, kandidatëve tanë, të 110 kandidatëve, komisionerëve, vëzhguesve që ruajtën votën dhe mbi gjitha qytetarëve që donin ndryshim Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës sonte shënon rritjen më të madhe që një subjekt politik ka siguruar në këto palë zgjedhje. Në vetëm një muaj fushat, në kaq pak kohë, LDK ka kaluar nga 13% në 18%, përkatësisht në 20 mandate. Kjo rritje që ne ekonomistët e referohemi si 5 pikë përqindjeje, e që në thelb është 34% e bazës sonë, është mbështetje për vizionin që kemi nisur. Dhe kjo nuk është vetëm një numër, nuk është një statistikë, është shenjë qartë se ky vizion po merr mbështetje qytetare, se politika e shpresës, e bashkimit që kemi nxitur dhe e zhvillimit që kemi promovuar po gjen vend gjithnjë më shumë tek qytetarët e Republikës sonë. Me 20 mandate LDK është e stabilizuar, me 20 mandate LDK e Kosovës ka një të ardhme shumë të mirë përpara. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kuptojmë se ky rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plot qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur. Natyrisht dua të them qartë se kjo nuk është një garë e barabartë. Përballë kishim një aparat tërë të pushtetit, një propagandë që nuk zgjidhte mjete, një makineri shtetërore poshtë të vendosur në funksion elektoral dhe një klim politike ndërtuar shpesh mbi dasi, mbi frikë dhe përçarje. Në anën tjetër pam dhe keqpërdorime paraelektorale, ndërhyrje dhe praktika të blerjes së votës, cilat nuk i bëjnë derë as demokracisë sonë dhe që duhet trajtohen me seriozitet maksimal institucional. Por përballë gjithë kësaj ne zgjodhëm një rrugë tjetër, ne nuk ndërtuam fushat me urrëtie siç e keni parë, nuk ndërtuam fushat me sharje, nuk ndërtuam fushat duke mundur bashkëqytetarin tonë, përkundrazi, ne ndërtuam një fushat moderne, një fushat shpresës, të bashkimit dhe të vizionit për Kosovën. Dhe sonte qytetarët tanë dhanë përgjigjen e tyre të qartë. As propaganda, as presioni, as keqpërdorimi, as frika nuk kryen punë. Duam të theksojmë se sonte pam një refuzim të qartë të këtij stili qeverisës. Humbja e rreth 200.000 votave nga partia që deri dje ishte në pushtet është sinjal politik që nuk mund dhe nuk duhet të injorohet. Ky popull po thotë qartë se e refuzon edhe përçarjen, po kërkon kompromis, po kërkon stabilitet institucional, po kërkon zhvillim ekonomik dhe normalitet politik. Shumica shqiptare sot ka një përfaqësim tjetër politik dhe një mesazh tjetër politik, një mesazh që duhet dëgjohet me qetësi, me përgjegjësi dhe maturi. Prandaj LDK që nga nesër do të angazhohet me seriozitet plot në ndërtimin e një platforme politike që i shërben Republikës Kosovës. Një platformë që siguron stabilitet institucional fillimisht, një platformë që garanton orientimin e qartë të Republikës Kosovës drejt
botës euroatlantike, një platformë që vendos Kosovën në rrugën e zhvillimit politik, të forcimit shtetit dhe të rikthimit besimit shqiptar. Kosova pra ka nevojë për stabilitet, ka nevojë për bashkim, ka nevojë për pjekuri politike dhe ne do të cilemi që nga nesër në përgjithësi për shqiptarët tonë edhe ato që na kanë dhënë ata sonte. Falënderimi juni është i madh, mirënjohja jonë është e sinqertë, por edhe përgjegjësia jonë është e qartë, rruga vazhdon, sepse besimi i qytetarëve është përgjegjësi dhe detyrë për ne. Dhe në këto momente më lejoni që t'ja kaloj fjalën presidentës Vjosa Osmani dhe ta falenderoj poashtu për një fushat të jashtëzakonshme dhe një rezultat që falë frymës së bashkimit e bashkëpunimit e rikthen lidhje në shtratin e vet dhe stabilizon për një të ardhme të shkëlqyeshme përpara.